vjen sinjalizimi nga Bejtullah për fillimin e sfidës. Kombinimi në mbrojtje i Sinanit dhe Basriut. Bardoku. Sëri e këtëm për Basriun. Bardoku, presionin nga Basha. Në topin Basriu, shapsirë për të mbajtur. Bardoku. Margono, pasimi për Gzon Sinanin. Pevçelin ndihmot nga Vitor Hugo. Sinani për Basriun. Simi gjatë në fazën e sulmit të Lezaj. Sakt pasimi. Mërlaku këtëm prapate Met Milaku. Sylla. Pevçeli për Hugon. Për sëri Pevçeli. Kombinime të shpejta. Nuk arrin që të depërtoj Hugo në fund. Por topi mbetet në posedimin e skuadrës Dugaxhinit. Top ose tentim që përfundon jashtë vijës fundore. Edhe mes të takon skuadrës Gjilanit. Në përfshirë në atë pjesë Altin Mërgjaku. Shojmë në trajnerin Smet Munishi. Në fund të skuadrës Dugaxhinit. Roganovic dhe kemi ndërhyrje të paljuar të Basha. Balet tha e keni bo krejti Smet Munishi me ankes në drejtim të gjyqtarit kryesor. Arago. Roganovic. Në njerë Arago. Ka fër Shqiprim Tajipin. Ndosë që të shkoj vetë më para. Me pasimin të Yll Ibrahimi. Ka pasur prekin e fund, jo dhe tjetë fundore për skuadrën e Dugaxhinit. Në ekran tjetër edhe Ardian Nuhiu. Tashmë nis aksioni i ri skuadrës Dugaxhinit me Bardokun. Në topin për Met Milakun. Sinani. Hugo. Përsëri e kthen te Sinani. Basriu. Ka hapësirë para vetës. Bardoku. Nuk arrin që ta zotëroj topin Altin Mërgjaku. Presionin mbrojtës Gjilanit. Dhe i largohet topi nga posedimi. Përpara Tuni, hajde Kora, përpara. Hajde topi Elio topin Hekuran Berisha për Altin Mërgjaku. Revenjansore pas ndërhyrjes Armend Thaqit. Në njerë, do tjetë Bardoku në ekzekutim. Por sëri i sakt në ndërhyrje Thaqi. Des kushtro jash, kushtro, vetësht. Qytet Basha nëse ti. Ojti, mes dyve, ojti, nëse viti tash. E pranon topin Mërgjaku. E kërkoj kombinimin me Lezaj. Por ndërhyr në mbrojtje Shqiprim Tajipi. Kujdes. Do tjetë goditje këndit për vendësit. Mërgjim Pevçeli. Nga korneri do tjetë në ekzekutim.
Një sinjalizimi edhe Arkimi një kusht është i lartë në shtyllën e dytë, këtë në qandër për parë zek për portën e Gjilanit. Dërin e Palion në favor të vendësve, dalet në mënyrë të në realitet në favor të mysafirëve si duket. Situatë e çuditshme. Arago. Zimitra për Ibrahimin. Para Gjilani. Kapim në pasim nga Bilali. Arago më i lartë të kërcim se sa Berisha. Ne tani këtu kemi një ndërhyrje të palejuar të Marko Roganovicit, karton i verdh në minutën e 7 ndeshjes për mbrojtjen e skuadrës së Gjilanit. Ishte pasimi i Pevqelit dhe më pas ndërhyrja nga prapa në Altin Mordjaku. Jo si Korçari, karton të Kocjevni. Herat të ndëshkot me karton të verdh pra Roganovic. Kojsmet Monishi interesohet se kush është në dhomën e varit. Roganej, pričaj sa Gjibo, unë je sam, je tisa që ovaj proces, staj mu lopë. Punë dhe portieri e Dugagjinit Margono në heqjen e baltës. Derisa është duke i dhënë ndihma mjekësore Altin Mordjakut. Rapid kujdes, koncentrim shumë mbrapa. Rapid mbrapa e kesh. Rago. Kimi drejt 16-shit, Mordjaku nga distanca provon goditjen të parë larg portës. Sylla pa për Sinanin. Sini gjatë në drejtim të Kuran Berishës, por shumë i lartë. Roganovic paso për Thaqin. Një sistemi i lakë për të ndalur dëpërtimin e tij, Taipi për Aragon. Ibrahimi. Njërë pasimit e Taipi. Kombinimi me Shabani, kthe topi për sëri të Arago. Taipi. Sak pasimit e Basha, por gabon Basha në timin e topit prapa. Mordjaku. Vazhdon të vërtimin e tij, Mordjaku edhe më tej pengohet nga Roganovic. Dhe të prekja e fundit, që duket ka qenë e Mordjakut dhe do të jetë fundore për skuadrën e Gjilanit. Kulli Rogani, shprim zon. Bravo. Jepe Rogani, Vamo Jaro. Pushtrema, prov. E fora!
Nuk arrin topin Jarovic, por arrin Basha. Basha në Matej. Shaban mundohet që të kombinoj përsëri. Shabani ndërpret aksionin dhe të riveri ansore për vendësit. Tërbeteja në zhvilluar në mes fush. Përpara, Turi, përpara. Mërgjaku para ti ndërin Roganovic, ndërire paliuar tani në fazën e sulmit. Nis nga Roganovic. Haxhi Hamza. Arago. Taipi. Në shkurt me Bidalin. Arago. Mental në mas të madhe depërtimit të skuadrës së Gjilanit nga krau i majt. Në që ku në fazën në sulmit është edhe Ergjen Bilali. Edhe një rivën jansore. Me Ibrahimin që kërkon Senad Jarovicin. Thashi. Prapa për tjerin Haxhi Hamza. Taipi dhe Arago. Përsëri Taipi. Jarovic i kthyer dukshëm prapa për të pasur prekje dhe kontakt me topin. Roganovic. I pjede me pas prekja e lete Shabani duke kthyer prapa topin të Arago. Pas zgjidhje për momentin skuadra Gjilanit, pasimi në thellësi për Armand Thashin. Bravo! Thashin që dalë topi jashtë. Nuk u fut fare në duel me Tum Bardhokun. Basha. Thashi, një është markimin në zonë. Ndërin Sinani sakt me kokë. Mërgjaku. Bardhoku. Në pasën mbrojtje. Përsëri Bardhoku. Elezaj. Ja largon topin në fund Shabani. Bravo, hajde da pati Karim përpara, qaj! Natro Cyla dhe hunë posedimin e topit në kundërshtim tani skuadra e Gjilanit. Pasimit e Basha. Basha bukur lirot. E mbalo më tej topin Basha. Kënë ndërëve që shkarë si pas betu laut. Tani kundërshtim me Elezajn. Edhe më tej, Elezaj për balë Roganovic. E prek topin Roganovic në fund. Elezaj e balë në loj. Insiston më tej në dëpërtim. Elezaj, përsëri ndërira sakte Roganovic. Insiston më tej Elezaj. Në ka vendosu tani. Shumë të ka dalë. Janë zhvijës fundore, thot Melvan Betullau. Hajde më së më një Hajde më jafën topin alla ile po. Apo është ndërire paliuar. Të është momenti i Bashës më herët. Kariti Bardhoku, vjen ndërire më pas e Milakut.
Nervozizmi i Shmet Munishit në vendimin e fundit të Mervan Betullaut. Taipi. Nashtroj Mërgakën me lëvizje Shabani. Pasimi të Gjendja Bilali. Pozita t'i është e pare vëllë të offside në kundërshtimën e skuadrës së Gjilanit. Edhe dhe parivar Ermen Thoshit në Granit Elezajn. Miraku në qendër për Sinanin. Sinani. Syrin që është pozicionuar më lartë, shtyrë më prapa Pevqeli, Berisha me kokë, por jo saktë bashkëtarët e tij. Shabani, krejt prapa tope për Aragon. Edhe njerë, Shabani. Në presion nga Milaku, e këthen topin të Arago. Vrapon para Ibrahimi, duke lënë topin për Elkion Bilalin. Këtë ndërprerje. Roganović. Hadži Hamza. Arago për Taipin. Shabani, Roganović. Presionin e Mirakut. Dalë rëve për ndëryrë të palijuar. Taipi. Arago. Bilali. Ndron pozitat me Ibrahimin, i cili avancoi para, por nuk arriti të pasoj. Bilali, shkaku i presionit në mbrojtje. Nga skuadra e Tukagjinit. Hadži Hamza me pasim të shpejt drejt Jarovicit. Ndal Basriu. Jarovic. Por sërish Basriu. Elezaj, mirë para, mirë dhe dyta. Elezaj pasimi në qendër, goditja drejt portës, kjo është afër. Rreziku më i madh që i bëri portës së Gjilanit, skuadra e Tukagjinit në këtë sfidë është ky moment. Edhe njerë shohim goditjen e më hershme, shkon pranë portës së Hadži Hamzës. Elezaj, 3 punë të madhe duke ju shmangur 3 futbollistët të skuadrës së Gjilanit. Sinani.
Prapa te Margono. Sinani. Ndërhyrje të paliuar ndaj Lezajt. Është riveli ansore e Gjilanit, ndërhyrjen e Lezaj përsëri riveli ansore për mysafirët. Thaçi tani në ekzekutim. Jarovic. Edhe një riveli ansore treta rresht. Basha e qon topi në zonë, ndërhyn Margono. Milaku, përmënëm të Bardokun. Në ndërhyrja paliuar, me thashet ndaj Granit e Lezajt. Presingu këtu të avon kolina për qeftyre. Ata, ju jetobi qanela. Ata, e portjer në tjerë. Gjithmonë me portjer, gjithmonë me portjer. Gjithmonë me mbrapa, gjithmonë me portjer. Hajde serios. Zgjidhimi të Basriut. Pasimi gjatë në drejtim të Morljakut. Jarovic. Shabani, pasimi para, kjo më tjetë rrezikshme Altjon Bilali. Çfarë ndërhyrje në mbrojtje nga Ekson Sinani. Edhe pse pati pozit jashtë lojës. Super ndërhyrje nga Sinani në fund. Ndali goditje në Altjon Bilali që pati krejt kohën e nevojshme për çuar goditje drejt portës së Dugazhinit. Ne shohim bashkë edhe një herë këtë moment të shihet më i avancuar Bilali, por shenë ndërhyrjen në fund nga Ekson Sinani. Janë këto momente kur punët në fazën defanzive marrin më shumë vëmendje se ato në fazën ofanzive. Në tillë është edhe ky moment i Sinanit. Shumë përvojë në Superligën e Kosovës. Bardoku. Morljaku për Ekora Berishën. Ndjekur nga Arago. Mball topin, ruan në shpinë për të marrë këtë goditje këndi. Nuk arrin të bëjë më shumë Arago për ta pamundsuar një gjë të tillë. Pevçeli, markimi larti Pevçelit, goditja me kokë, mbetet topin e loj. Çfarë rasti këtu për Dugazhinin, nuk shfrytëzohet. Do ta shohim edhe një herë në gjerim të këtë nuk se ishte qendër mbrojtësi Ekson Sinani në fazën e sulmit që ka mundur ta çojë topin në rrjet. Besoj do ta shohim për pak edhe një herë. Rasti brenda zonës së Gjilanit, teksa ky është momenti i ndërhyrjes ndaj Altjon Bilalit. Bilalit i kërkoi Nermami të lojë që të ngritet shpejt. Se vlerësoj që është simulim. Milaku dhe kthyer prapa te Sinani. Mëtej Sinani bukur lirohet. Berisha. Kra për Pevçelin tani Altjon Morljaku. Insiston Morljaku, mbetet topin e lojë, edhe mëtej Morljaku dhe ka ndërhyrje të palejuar me të cilën nuk pajtohet. Që në duel me Roganovicin. Ankohet në
Dalesat e shpeshta në loj Ismet Munishi. Thot se keni bërë si kurse në balet. Në realitet po të shikot në tërsin ndërprerjet e shpeshta me vërtet e vrasin lojën e futbollit. Bilali e lë topin për Taipin, cili e kthen prapa te Arago. Basha, gabon në pasim. Vetëm nga situata me të Milaku që pason para për Berishën, me gjithatë i fort pasimi nuk arrin Berisha. Thaçi. Ndërin Bardoku. Pas para Elezajt Bilali. Mërljaku. Bukur për Pevçelin. E ndal Arago i ktheh topi. Mërljaku tani zhvendos lojën për Elezajn. Për ball Thaçit. Elezaj. E shbanget Elezaj brenda zonës apo e mbyll më pas Thaçi hapësirën e depërtimit. Bukur me përvojë kapiteni i skuadrës së Gjilanit. Ja zë hapësirën e depërtimit. Ne këtu kemi tjetër ndales. Edi Basha ka shkaktuar ndërhyrje të palejuar. Milaku ka nisur loja Dugaxhinit. Elezaj. Trafishohet Elezaj, në fund Basha ndërhyn. Do të jetë rivendja nësore, pres të topin Pevçeli për të kombinuar me Elezajn. Bardoku. Në thellësi për Kuran Berishën. I largohet nga Roganović. Basha. Në ka ndërprerje të palejuar. Mërljaku. Në shtyn topin për Bardokun. Milaku është në krah. Pasimi është për të. Arkimi i devijuar i Milakut. Do tjetë edhe një goditje këndi pas ndërhyrjes këtij njeriu Roganović. Përsëri në ekzekutim është Mërgim Pevçeli. Vjen momenti i ekzekutimit, arkimi i lartë drejt zonës. Topin me shpejtësi. Bardoku. Pevçeli. Edhe një arkim tjetër i Pevçelit brenda 16-shit. Kënd përfitoi tani në kundërshtim skuadra e Gjilanit. Gjatë ndërhyrje sakt e Vitor Hugos në depërtimin e Bilalit. Pasimi sakt të Elezaj. Harkimi i Elezajt në shtyllën e dytë. Por ndërhyn në mbrojtje Ibrahimi. Goditje këndi për Dugaxhinin. Një arkimi lartë i Ilir Syla me kokë i sakt në dërgimin e topit drejt portës së Gjilanit, larg pozitës ku ishte Haxhi Hamza.
Ndërhyra me kokë Jarovic. Të pranon topin Basha. Bardhoku, Elezaj. Pengohet Elezaj nga Kushtrim Shabani. Një minuta lojë në klin. Një rast pak më serioz brenda kësaj periude. Basriu, është një topi para për Kur'an Berishën, ndërhyn Arago. E topit e Elezaj. E ndalë edhe Basha për rivën janësore të Dugagjinit. Elezaj. Bardhoku. E shtyn topin për Elezaj në më pas përfiton Elezaj nga kjo situatë me arkimin në zonë. E devion topin Haxhi Hamza. Oltjon Bilali. Në kundërsul mysaferët. Bilali insiston në depërtim. I dy fishuar ndalet në fund nga Hugo. Duhet kthej topi prapa. Elezaj. Edhe njerë tjetër e provan Dugagjini. Elezaj shmanget të kraun tjetër. Kemi në zoni Pevqelit. Nuk ishte në pozit shumë të favorshme Kur'an Berisha për dërguar goditje më të rrezikshme me kokë. Ullet ishte topi. Në këtyre 33 minutave loj. Deri më tani nuk ka ardhur në shprehje sulmuesi i skuadrës së Gjilanit, Senad Jarovic. Elezaj para ti ndërhyn Thaçi Mençur dhe shkakton më pas Elezaj ndërhyrje të paljuar ndaj Kushtrim Shabanit. Është edhe njerë momenti i ndërhyrjes. Arago. Taipi. Edhe njerë Arago. Jarovic me gjoks pason të Ibrahimi. Daljet më pas nga kapiteni Basriu, cili nuk arrin të pasoj të Altin Mordjaku. Arago për Oltjon Bilalin pengot nga në realitet nga Vitor Hugo. Tani vije Mërgim Perqeli. Taipi. Shabani. Kombinon edhe njerë me Taipin. Basha. Thaçi. Vrapon Basha për të krijuar hapësirë. I sakt pasimi i Thaçit. Pengohet nga Bardhoku, por e mban posedimin Basha. I shmanget edhe Elezajt. E kjo është fund ndërhyrje paljuar e Kur'an Berishës. E hoqë edhe kapelin tani, Ismet Munishi.
Haxhi Hamza. Dëryn Sinani. Gabot Roganović, por Millaku shkakton ndërhyrje të palejuar. Eskalon tani Munishi. Dhe për këtë ndëshkohet me karton të verdh. Është edhe njerë arsyeja pse eskaloi Munishi, shkaku i kësaj ndërhyrje të Millakut ndaj Roganović. Ja shohim në momentin. E fiton këtë duel tani Thaçi, me njerë shmarkimin në zonë. Margo në ndërhyn sakt. Bardhoku nuk arrin të nxjerrë shpejt skuadrën në kundërshol. Pengohet nga Shabani. Në manovra e mëhershme e Thaçit ishte fantastike në duel me dy futbollistët e skuadrës së Dukagjinit, të cilëve jo shmang me një potez. Ndërhyrje e palejuar. Në një tjetër Basha. Nëse ku pason Bardhoku tentoi Pevçelin. Jarović. Sakt pasimi për Bashën. Markimi Bashës më pas. Jo goditje në duel me Vitor Hugon e Oltjon Bilallit shkon jashtë portës së Dukagjinit e parë zgjedhshme. Largohet edhe një topi në drejtim të Millakut, ndërhyn Roganović. Betet topin e lojë bën përpjekjen maksimale Pevçeli duke pasuar te Hugo. Basriu. Bardhoku, vjen presioni nga Basha, shpejt e largon para në drejtim të Elezajt, por shumë larg thishte. Shabani te Jarović. Shabani. Pasimi për Oltjon Bilalin. Bilali edhe më tej goditja më serioze dhe më tani për ka pasur përsëri pozitë jashtë lojës. Se goditja më serioze e skuadrës së Gjilanit, por edhe ajo nuk llogaritet për faktin që ishte pozitë jashtë lojës. Shojmë në sigurisht në rastin e parë më herët Oltjon Bilali del tjetë më i avancuar. Basriu kombinon me Sinanin. 5 minutat e fundit të kohës së rregullt të pjesës së parë. 0-0 rezultati. Shumë pak raste, shumë ndërprerje.
Basriu. Ndërhyn Thaçi. Elezaj për tu Bardhokun. Përsëri Elezaj. Pengohet nga Basha. E ndal Bardhoku. Thaçi edhe njerë. Bardhoku. Marlaku. Pasimi mirë për Vefqeli, kthehet në qendër. Goditja, çfarë rasti humor tani. Rasti më i mirë i skuadrës së Dugaxhinit. Nuk realizon Hekuram Berisha. Pa besueshme. Çfarë aksioni ndërtoi skuadra e Dugaxhinit, mbetet pa u konkretizuar. Në minutën e 41 të ndeshjes. Rasti art. Sa mirë Pevqeli vrejti vrapimin e Berishës, i kaloi 3 mbrojtës të skuadrës së Gjilanit me një pasim. Megjithatë, goditja këtu qendrore në portierin Kenan Haxhihamza, që reagoi për mrekulli në këtë moment për të mbajtur portën e paprekur. Hugo e lë për Pevqelin. Harkimi brenda zonës, goditja me kokë larg rrezonit të portës. Basriu për Elezaj. Elezaj reziston. Bardhoku përmet Millakun. Ndërhyn Pevqeli. Syla. Sinani me këtë pasim e largon Arago me shpejtësi nga zona rrezikshme. Kurse në kundërshtim, Basha nuk ishte i saktë në pasimin drejt Jarović. Basriu. Shkon për të penguar Jarović. Ndalet Basriu në kaldërire të paliuar. Kundër sulmi i skuadrës së Gjilanit. Në fundin e pjesës së parë, në minutat e fundit janë zgjuar skuadrat nga gjumi. Thaçi. Harkimi i Thaçit brenda zonës i devijuar. Kombinimi mirë tani këtu i Bardhokut dhe Elezajt. Pevqeli nuk ka ku ta dërgoj topin, e kthen prapa te Vitor Hugo. Millaku. Nësën afër të Mërlaku. Edhe njerë Millaku. Ekson Sinani. Elton Basriu. Si gjati Basriut, Mërlaku me kokë në drejtim të Hekuram Berishës. Largohet nga Ibrahimi. Sinani Hugo. Sinani Hugo. Edhe njerë Sinani. Millaku. Simi sakt për Basriun. Mërlaku. Del më poshtë për të organizuar sulmin e skuadrës së Dugaxhinit. Simi i gjatë. Por që nuk doli tjetë i suksesshëm. Elezaj insiston. Pengohet nga Basha. Arrin topit e Jarović. Shabani bukur e hapluan te Bilali. Më pas ky pasim që ndalet nga Vitor Hugo. Insiston skuadra mysafire. Ibrahimi. Harkimi ti i lartë në drejtim të Jarović. Del Margono. Ndërhyn sakt në këtë situatë. Në njerë këtë moment. Maçë? E bëna fol se kapi për tjerin për kome. Po marrë shkulla. Mos ma luj. Ndima mjekëshore duke edhe në fush. Duelin e fundit te Jarović. Medaljen e portierit Margono.
Kaljanë dhe koha rregull, 2 minuta shtesë do t'jenë deri në përfundimin e pjesës së parë. Rinis loja, minuta 46 dhe një tjetër në betë deri në fund. I përtje tani edhe Jarovic që të kthehet në lojë. Arago reagon para Berishës. Bardoku. Ndëryn Ismet Munishi. Berisha rregullon topin për Pevçelin. Shkon prapa Taipi. Reziston dhe kjo është ndërhyrje pa lejuar. Ekzekutim shumë i lartë në drejtim të Millakut. Fundore. Mund jetë edhe fundi i pjesës së parë. Për tashmë fillon edhe e dyta. Sigurisht pjesën e parë fillon vendesit nga mesi, të dytën mysafirët. Ndërhyrja sakte e Bardokut në mbrojtje. Shkon topin para Millaku. Simi shumë fort në fund i Mërlakut për Elezajn. Simi para i Thaqit. Bilali, në fakt tani pra Pashtica në këtë krah. Bilali sigur ka dalë në krahun tjetër, pra Pashtica. Topin te Jarovic. Thaqi. Ndërhyrja sakte e Bardokut, rivend njanësore për Gjilanin. Bilali. Hiqe topi dhe mundësia tani e skuadrës së Dukagjinit në kundërshul. Rapon para e Kuran Berisha, por në fund dalet nga Roganovic. E pengoj edhe Taipi një periudhë duke vrapuar pas ti. Në fund Roganovic nxjerr këtë rivend njanësore për skuadrën e Gjilanit.
Thaçi para, synon të Jarovicin. Sinani. Pevçeli për ball Ibrahimit. Arkimi brenda zonës dhe e lehtë kjo për Haxhi Hamzën për ndërhyr. Asimi gjati Haxhi Hamzës. Kërkon të lartë Oltjon Bilalin. Kjo ka mundur të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme në fund, goditja e Morgim Pevçelit. Reagimi me njershëm i tij në një situatë që ju krijua para portës. Topi shkonte drejt e Kurran Berishës. U inkuadrua nga plani i dytë Pevçeli, por preket rjeta e jashtme. Roganovic, ndërhyrja e tij. Berisha, plojnë me njerë pasimi drejt Pevçelit. Por Ibrahimi, kujdeset që me shpinë të mbaj prapa vetës Pevçelin në mënyrë që të marrë fundoren skuadra e Gjilanit. Roganovic. Gabon me këtimin e topit Bilali. Nërljaku. Pasimi për Bardokun, me njerë që markimi brenda 16 që nuk e arrin Pevçeli, por nuk e arrin Asyla. Ndërhyrja sakt në fund e Sinanit. Për ta parandaluar kundër sulmin e udhëhequr nga Prapashtica. Milaku. Sak pasimi për Pevçelin, nga distanca Pevçeli. Larg kuadratit të portës. Duk shumë i qetë në pjesën e dytë, Ismet Munishi ullur në bankë rezervë. Prapashtica. Bukur pasimi brenda zonës, i kthej topi Prapashticës nga Bilali. Arrin Jarovic. Thaçi, goditja e Thaçit. Kjo është e rrezikshme. Intervenon Margono për të mbajtur portën e paprekur. Minuta 52 të ndeshjes.
Rasti më i rrezikshëm që krijoi skuadra e Gjilanit sot. Margono e shpëton Dugagjinin. Me Thaçi do tjetë në ekzekutim të goditjes së këndit. Largohet rreziku nga Ilir Syla, qëndëriu në zonën e 16 për ta larguar topin. Roganovic në qendër për Aragon. Ibrahimi, Taipi, edhe një Roganovic. Pasimi mirë për Shabanin, dëry në fond Egzon Sinani. Pa kaluar ky njeri sot. Të paktën deri në momentet kur përflasim, minuta 54 të ndeshjes. Përsëri është Armend Thaçi nga goditja e këndit. Tolovia krijuar dhe goditja më pas, por ka pasur ndërhyrje të palejuar brenda 16-shit. Basriu pason te Margono. Sinani është Chelsea sigurisë sot në mbrojtjen e Dugagjinit. Topi kthyer prapa, Sinani me shpejtësi largon para. Berisha, ndërhyrje pa lejuar nga Shabani. Ibrahimi. Pasimi gjatë i Haxhi Hamzës. Edhe një ndalje tjetër. Sajra dhe te Jarovic. Bravo, fol çashtu. Gjibo, jo shumë nalti, Gjibo! Bravo, Roga! Ushtri kopi dy të jote! Të shojmë tani këtë aksion, bukur shmangët. Oltion Bilali. Përsëri ishte afër Egzon Sinani. Shpresoj ta shohim edhe njerë në xhirim të ngadalësuar momentin e mëhershëm, por duhet fillimisht të ekzekutohet goditja e këndit nga Armend Thaçi.
Kimi lartë i Thaçi, Tjarovic me kokë, Sinani i largon. Mërljaku e shtyn para topin për Elezajn. Bukër e mban Elezaj më pas. E angazhon e Goran Berishën, por në mbrojtje, reagon skuadra e Gjilanit më pas. Haxhi Hamza largon me shpejtësi topin. Shabani dhe Bilali. Bilali dhe Oltjon. Bilali. Sinani më pas për Pevçelin. Mërljaku. Pevçeli, super pasim e Mërljakut. Pevçeli edhe mëtej. Shumë e avancuar Hugo, nuk pati mundësi t'ja dërgoj topin para. Rritje në fund tetët. Syla. Në më pas goditja lartë e Pevçelit. Mobe, moni veç topin me këshyre, për cilë lejtar të vë. Rogo! Rogo, look! No, bro! But come back, look! Edhe njerë këtu goditja e mërshme me kokë. Ilir Syla fantastik në arkim. Mërljaku me kokë, por përsëri Haxhi Hamza bën pritjen për të mbajtur portën e paprekur. Më aktive pjesa e dytë e kësaj ndeshje. Pra Pashtica. Edhe mëtej, pra Pashtica i dyfishuar. Pra Pashtica reziston edhe mëtej. Bilali. Bilali, manovrat i shumë e mirë. Shabani për Taipin. Ibrahimi. Insiston Syla, Ibrahimi mban topin. Pra Pashtica. Pasimi dhe goditja. Pret Margono. Shfaqje portjereve në këtë sfidë tani në pjesën e dytë. Sa bukur e drejti pra Pashtica Armend Thaçin. Super goditje ti edhe njerë. Por përsërisht në pozitën e dur. Margono që ja mohon golin. Syla ka kërkuar trajtimin mjekësor. Thaçi nga goditja këndit. Arkimi i lartë. Nërgohet topin nga Vitor Hugo. Edhe një mundësi tjetër, një goditje tjetër për kësa radhe. Eltjen Bilali shkon larg portës Dugasgjinit. Nërgohet nga loja Syla. Në vend të ti, Djenit Isufi, zëvendësimi parë të vendësit. Armend, kur del, mbulon Gjibo, merre pozicionin e Gjibos për të. Bravo, bravo. Rrit.
Nuk arrin tjetë i lartë mjaftueshëm në kërcim me Kurban Berisha. Hugo. Bravo Ylli! E pengon Ylli, Ibrahimi me ato Hugo harkon goditja e Berishas në duart e Haxhi Hamzës. Insiston në mëtej, duka gjini Sinani për Hugon. Edhe një arkimi Hugos. Dhe ndalit në njërë të palejuar Taipi. Ka nisu tani sulmi i Gjilanit me shpejtësi, por neutralizohet kundër sulmi. Mërljaku nga distanca, Mërljaku topi devijuar në fund nga Roganovic, goditje këndi tani për vendësit. Dy herë provon Berisha, ndalet nga Olgjon Bilali. Ndërkohë ndalet edhe depërtimi i Prapashticës. Roganovic para Berishës. Hugo. Roganovic dhe topi, goditja e blokuar. Nuk shkon goditja e Lezajt. Markimi në qendër i Bardhokut, por shëri largo topi. Tani kërkon kundër sulmi skuadra e Gjilanit. E sakt ndërhyrja e Hugos. Isufi. E vren të lirë Milakun. Harkimi i Milakut. Mërljaku. Isufi në qendër për Berishën. Berisha! E pabesueshme, shumë bukur, ja çfarë mashtrimi nga Isufi, i kuadruar në pjesën e dytë. Lëvizje mashtruese këtu, sikur e tenton goditjen, më pas pason te Berisha. Goditja të cilit shkon pranë shtyllës së Haxhi Hamzës. Largohet nga loja edhe Hugo. I kuadrohet në lojë plana. Ndërkohë tek mysaferët të dy zëvendësime të tjera. Ngritet Berisha për pasuar në sulmin e skuadrës Dukazinit për e fort pasimin e fund për planën. Mateus Alisson do të inkuadrohet në lojë. Edhe po ashtu Almir Agan Spahic. Mateus Alisson dos Santos.
E ka larguar Nuhi Jarovicin. Nuk arriti që tjetë produktiv ndaj Dugagjinit. E kanë mbajtur në kontrol dyshja Basriu dhe Sinani. Sakt pasimi për planën me Kok. E dërgon për Isufin. E vjen ndërhera në fund e Aragos. Roganovic për Thaqin. Alisson. Ndalet nga Elezaj. I rëmbehet tope më pas nga Mërgjaku. Pasimi Mërgjaku dhe sakt për Berishën. Gabon në gjetjen e planës. Alisson mundohet që të ndalë këtë harkim të Dugagjinit. Ibrahimi largon topin. Pevçeli për planën. Edhe njerë Pevçeli. Milaku. Pasimi Bardokut për Elezajn. Sakt ndërhyrja e Bardokut. Pevçeli me Berishën. Mërgjaku. Isufi. Provon vetë goditjen e Isufi, e blokuar. Milaku. Presion total nga skuadra e Dugagjinit. Berisha! Edhe njerë tjetër. Por kësaj radhe më larg portës. Edhe njerë provoj krejt në fund Isufi që ta devijoj këtë top me Kok, por ishte shumë i fort për të arritur. Thaqi. Në kanë dërida po. Në kanë me Rwan Bejtullahu. Ndonde ta kanë Spajic në mënyrë të palejuar. Një pjesë e dytë, shumë e mirë se ajo e para. 45 minutat e dyta me më shumë intensitet, më shumë raste nga të dyja skuadrat. Vetëm e gjë që mungon në pjesën e dytë janë golat. Arago. Taipi. Kombinimi me Roganovicin. Taipi. Teagan Spajic. Largohet topin nga plana në rënje sipër. Pevçeli kërceu lartë të këtë rastin e fundit. Dhe këtu kemi ndërhyrje, por gjithçka është në rregull te plana. Taipi dhe Bilali. Sidomos Taipi ka mbetur i shtrirë ende. Këtë është ndërhyrja e Isufit, fillimisht dhe më pas e planës.
Ka ndërhyrje të palejuar Isufi. Pevçeli. Edhe njerë pasimi për Isufin, para ti Arina Arago. Pra Pashtica. Përsëri dërgoj topin në Rivonja Anzore. Kërkon ndihmë Ibrahimi. Edhe një zëvendësim në lojën kuadrot Blerind Morina në vend të Sabit Bilalit. Zëvendësimi 4 të skuadra e Gjilanit. Simi Morinës për Prapashticën. Ibrahimi. Markimi lartë i Ibrahimit. Berisha. Heqin topin futbollistët e Gjilanit. Pa ndërhyrje të palejuar. Arago për Ibrahimin. Ndal arkimin e tij Plana. Edhe njerë Ibrahimi përsëri Plana. Berisha. Milaku. E njerë shtyn topin në krah për Elezajn. Sinani. Shkon e Harkem. Ndërhyn Arago. Rivonja Anzore. Plana në qendër për Berisha, nuk e pranon topin si duhet. Milaku. Isufi. Gabon në kthimin e topit për Pevçelin. Basriu. E ndal deportimin e Prapashticës. Dy zëvendësime tani tek vendësit. Morina do të kuadrot të lojë dhe Tare. Sakt ndërhyrja e Pevçelit. Përsëritja e Rivonjës Anzore nga Ibrahimi. Largohet Milaku në vend të tij kuadrot Morina. Dhe Hekuran Berisha pas 78 minutave loj e lë vendin për Etienne Taren. Gabon në pasim tani Sinani, përfiton Shabani. Alisson largon topin me shpejtësi Plana. Ndalet loja për ndërhyrje të palejuar të Altin Mërlakut.
Arago. Morina përsëri për Aragon. Thaipi e shty topin para te Alisson. Thaçi. Alisson. I del manovra Alissonit. I blokot tentimi për Harkim. Dhe më pas gabon Morina e Dukagjinit, duke edhe tani goditje në kënd të skuadrës së Gjilanit. Tentim për të kombinuar me Tum Bardokun. Çon topin jashtë vijës fundore. 10 minutat e fundit të kohës së rregullt të kësaj sfide, ende pa fitues. Kimi i lartë, goditja në kokë shkon mbi port. Sinani. Pasimi për Taren. Para ti ndërhyn Arago. Ndërkohë Prapashtica mban topin e loj. Kimi Prapashticës. Ndërhyn mbrojtja e Dukagjinit. Isufi. Lart. Harkimi në krahun tjetër. Vështirë për të arritur për Altin Mërlakun. Roganovic. Haxhi Hamza. Arago. Shumë largë Agan Spahiqit, por e rifiton Gjilani tani me këtë duel. Por përsëri është Sinani në mbrojtje. Prekja e fundit e Prapashticës. Rivenja nësore e vendësve. Plana me pasim para. Mërljaku nuk i shmandi këtë Aragos, por është ndërhyrje pa lejuar. Ishte dyfishuar edhe nga Taipi. Plana. Markono. Sinani. Pasimi i gjatë në drejtim të Morinës. Tare. Morina. Harkimi i Morinës i lartë. Terin atje në mbrojtje Morina i Gjilanit. Alisson. Morina. Është një goditje në fund e planës, dueli dy Morinave. Kartoni verdh për Morinën e Dukagjinit. Taipi. Morina në fund arrin ta kthejë topin te Arago. Roganovic. Pasimi gjatë në drejtim të Agan Spahiqit. Sinani është para tij.
Pevqeli në krah të Elezaj. Shtin topin para për Mërljaku, bete topin e loj. Pasimi gjatë e Dardan Morina, po në vend të ti e pranon topin Plana. Morina. Sinani nërgon topin pas në rrugës Pevqelit. Isufi në krah për Tum Bardokun, e arrin topin. Elezaj. Bardoku për Mërljakun, nga distanca Mërljaku, blokot goditja ti. Agan Spajic te Allison. Gabon Allison. Pevqeli për Mërljakun. Morina, Mërljaku! Super pritje nga Haxhi Hamza. E pa besueshme. Super aksion. Nuk konkretizohet për ata Gjamxha. Edhe një goditje me kokë. Shkon pranë portës, pa rreziku në këtë rast më i vogël se sa i mëhershmi. I provon Ekson Sinani. Arago. Agan Spajic pason te Prapa Shtica. Ndërhyn në fund të mbrojtje Plana, edhe pse kishte pozitë jashtë lojës. Bardoku prapa për Basriun. Sinani. Morina. Pevqeli për Basriun. Bardoku. Njerë pasimi të Bardoku. Mërljaku në qendër portare, nuk kontrollohet topin si duhet. Mërljaku nga distanca, larg portës. Tek skuadra e Xhilanit, që është njeriu më meritor që porta mbeti e paprekur deri në këtë periudhë. Minuta 88 e ndeshjes. Ndërhyrje pa lejuar e Allisonit ndaj Tum Bardokut. Thare nuk arrin të tope, largon Ruganovic. Në fund Ruganovic e godet me top në trup Mërljakun për të marrë vënien anësore. Taipi. Thaçi. Një Taipi ndalet aksioni.
Alisson nuk e zotron topin. Morina. Përsëri Kandales. Zëvendësimi i fundit. Largohet Shabani për të ngueduar Asani. Pevçeli, markimi i tij i lartë. Kthej topit e Sufi. Bukur lëvizja e Morinës. Sinani nga distanca! Traversa shpëton skuadrën e Gjilanit. Çfarë goditje nga qendër mbrojtësi i skuadrës së Dugaxhinit. Vazhdon aksioni. Plana. Harkimi i Planës të shtyllën e dytë. Kësaj radhe zotron topin Haxhi Hamza. Duhet patjetër ta shohim edhe një herë goditjen e Gzon Sinanit. Kundërin Pevçeli në fund për ta larguar topin në nivel janësore. Me nxitim kërkon Gjilani që ta nis aksionin. Shohim sa minuta do të kemi shtesë. 4 minuta deri në fund të kësaj sfidës. Morina insiston në bajtjen e topit. Ja largon në fund Asani. Sak ndërhyrje e Planës, por e ndal Asani. Dhe kjo është ndërhyrje e paluar e Jusufit. Ndoshta tash është momenti që të mund ta shohim atë goditje të Gzon Sinanit. Shumë goditje fort, e cila dalet në travers. Hakan Spajic, merr topin nga Alisson. Vije tani Armend Thaçi, harkimi në zonë, topi devijuar. Margon Odel për ta zotruar topin, ka pasur edhe ndërhyrje. Karton i verë për Alissonin e skuadrës së Gjilanit. Shkaku i protestës, ndërshkohet edhe Basriu i nervozuar me Alissonin. Kalon edhe minuta e dytë e kohës shtesë. Mërgjaku. Jusufi përfiton nga situata. Nuk arrin topin e krahët e Lezaj. Pra Pashnica. Nuk kalon tutje. Basriu. Pasimi sakt për Morinën. Harkimi i lartë i Morinës. Nuk arrin fare këtë Mërgjaku, shumë e lartë. Vazhdon loja. Apo e ka ndalë në fund gjyqtari në Rahmetullah për ndërhyrje të palejuar. Janë sekondat e fundit edhe të kohës shtesë. Një harkimi i lartë brenda 60-shit.
Goditja nga Sinani kërkon tani ndërhyrje të palejuar skuadra e Dugaxhinit. Alisson ndal të aksion të vendosve. Shpejt ktheh topin në posedim të Dugaxhini. Rëshqet Basriu. Më pas pasimi në drejtim të Agan Spahiqit. Agan Spahiq. Basriu me këtë ndërhyrje. Gjithçka në rregull sipas Mervave Gjullot. Në rastin paraprak edhe në këtë. Shumë polemika tani në fundin e ndeshjes. Haxhi Hamza ka lënë portën. Haxhi Hamza e largon topin. Mu do kse gjuajti komplet jashtë stadiumit. A do të ketë punë tani këtu për të analizuar situatat. Mervan Bejtullava dhe dhoma e varit. Ishte dueli i Basriut me Agan Spahiqin. Nëse kemi do të ishte mirë ta shohim edhe rastin e skuadrës së Dugaxhinit. Nuk e shikon asnjërin